Shqiptarët sot po jetojnë në kushte mbijetese, por qeveria refuzon ta pranojë realitetin të cilin jetojmë çdo ditë. Shqipëria është kthyer në një vend ku puna nuk paguhet, ku kursimet zhvlerësohen dita ditës dhe ku mijëra familje zgjedhin emigrimin në vend të shpresës. Liria, mirëqenia, ekonomia maten me mundësinë reale të një qytetari për të jetuar me dinjitet në vendin e vet. Sot kjo mundësi po i shkelet çdo shqiptari. Kur një i ri llogarit se një muaj pune në Gjermani vlen sa 3 muaj pune në Shqipëri, zgjedhja për t'u larguar bëhet e detyruar. Çdo familje që largohet, çdo klasë që mbyllet për mungesë nxënësish, është një dëshmi e heshtur e dështimit të kësaj qeverie për të ndalur zbrazjen demografike. Çdo muaj, mijëra familje shqiptare presin me shpresë transfertën që u dërgon një prind, një fëmijë, një i afërm nga jashtë që të mbyllin shpenzimet e një muaji. Çdo 100 euro që dërgohen nga jashtë për të bler ilaçe apo bukë, sot kthehen në mbi 4.000 lekë më pak në xhepat e pensionistëve shqiptar krahasuar me kursin normal. Kjo sepse tregu ynë valutor nuk rregullohet më nga ekonomia e ndershme, por nga paratë e pista të drogës dhe krimit që pastrohen pa fre, duke mbytur euron e ndershme të emigrantit. Eurostat na tregoi atë që çdo shqiptar e ndjen sa herë që shkon në treg. Çmimet e ushqimeve bazë në Shqipëri kanë kaluar mesataren e Bashkimit Evropian. Në një vend me pagat më të ulta të rajonit, ne paguajmë bukën, vajin dhe qumshtin njësoj, apo më shtrenjtë si qytetar me paga shumë fish më të larta. Kjo është pasojë një tregu të mbyllur, ku pak duar kontrollojnë importin dhe askush nuk mban përgjegjësi. Një çift i ri sot e ka pothuajse të pamundur të blejë një banesë në qytetet kryesore. Çmimet e apartamenteve kanë arritur nivele që nuk korespondojnë me pagat reale të vendit. Ndërkohë, territori dhe bregdeti ynë trajtohen si plaçk tregu, jo si trashëgimi kombëtare për brezat që vinë. Sektori i prodhimit vendas, si fasonerit, bujqësia, industritë e vogla, po humbet terren çdo ditë. Prapa çdo biznesi që mbyllet, ka familje që mbeten pa të ardhura, mijëra gra dhe nëna kryefamiljare që nuk ushqejnë dot fëmijët e tyre. Nuk mund të kemi një vend të fortë pa një ekonomi prodhuese të fortë. Kjo qeveri ka zgjedhur betonin në vend të fabrikave, propagandën e turizmit në vend të punësimit të qëndrueshëm. Partia e Lirisë vendos në qendër të programit të saj mbështetjen financiare për familjet e reja, uljen e TVSH nga 20% në 5% për ushqimet e shportës, rritjen e pagave dhe pensioneve, investim në arsim dhe shëndetësi, mbështetjen e bujqësisë dhe biznesit, duke mbështetur prodhimin vendas për ta kthyer Shqipërinë në një fuqi eksportuese. Për më shumë se një muaj, shqiptarët kanë mbushur sheshet e Shqipërisë, sepse protestojnë për familjen, për fëmijët që sot rriten larg prindërve, për pensionistët që numrojnë lekët në fund të muajit. Partia e Lirisë do të jetë zë i kësaj kërkese në çdo institucion, sepse liria fillon atje ku qytetari mund të jetojë me dinjitet në vendin e vet. Faleminderit.